A duhet ta lani orizin para gatimit? Ja çfarë thot mjeku? Është një nga opsionet më të njohura për pjatat e shpejta. Bëhet fjalë për orizin, një nga ushqimet më elementare në çdo shtëpi. Megjithatë, shumë njerëz bëjnë një gabim serioz. Çfarë është ky? Ata nuk e lajnë orizin para se ta gatuajnë. Edhe nëse ju e bëni këtë gabim, duhet të filloni ta lani. Orizi zakonisht i duhet të udhëtojë një rrugë të gjatë për të arritur në pikën e tij të shitjes dhe ka të ngjarë të mbledh pluhura, insekte, kimikate dhe papastërti gjatë rrugës. Një shpëlarje e mirë në ujë siguron që ai të jetë i pastër dhe i sigurt për të konsumuar. Gjithashtu, sipas mjeshtrave të gatimit, shpëlarja e orizit përmirëson strukturën e tij, ndërsa uji do të lajë nisë shtenë e tepërt në bërthamat e tij që mund ta bëjnë atë ngjitës pas gatimit, po ashtu larja e orizit do t'i jap atij një strukturë të lehtë dhe të butë.